Nderuar miq, mbrëmja e djeshme ka qenë magjike për shqiptarët pasi Kosova ka arritur që të kalojë Slovakinë duke siguruar një fitore mjaft të rëndësishme me përmbysje dhe tani është vetëm 90 minuta larg botërorit. Një ëndër e madhe që shpresojmë që të bëhet realitet. Nga ana tjetër Shqipëria humbi përballë Polonisë duke e shuar pra gjithë shpresën dhe ëndrrën që kishte që ti shikonin të dyja në botëror. Megjithatë, tashmë do bëjmë tifo të gjithë për gjysmën tonë më të mirë, me shpresën që do të kalojë edhe Turqinë. Për të analizuar këtë ndeshje, kam kënaqësinë dhe nderin që të kem të ftuar profesorin trajnerin Tahir Patetina. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit, përshëndetje për ju, për gjithë shikuesit juaj kudo që janë. Faleminderit edhe urime për gjithë. Ku jetoj. Do të thotë një kënaqësi e veçantë të bisedojnë bashkërisht për ato çfarë do të thotë para se me fortë biseda gjithë historinë do të thotë të dy kombëtarëve tonë. Faleminderit profesor, një krenari e madhe për gjithë, edhe urime shkojnë për gjithë shqiptarët, por për të analizuar këtë ndeshje, besoj nga të gjithë pritej, edhe në rrjetet sociale, edhe në media, intervistat, të gjithë ishin optimist që Kosova do ta kalonte Slovakinë. Kishin një bindje, pavarësisht edhe nisja, pastaj ishte pak e keqe, por përmbysja ishte e madhe dhe kështu ndoshta shijohet më shumë kur vjen me përmbysje. Po mendoj që nëse shohim pasoj fitore të cilin e kishëm në Sloveni, mendoj do të thotë që nga ato do të thotë kompar do të thotë që Kosova vetë se ka arritur atë pjesën e pikurisë si kombëtare, duke parë do të thotë që nga vitin vetë është rritë si kombëtare, pasi edhe lojtarët e tonë të kombëtarës të Kosovës mendoj do të thotë që kanë bënë pikuri, pastaj edhe skuadrat e tyre që po luajnë deri në shumë skuadra të mira evropiane, mendoj që e kanë ndihmuar shumë Kosovën në këtë drejtim, sidoqë që të jetë për mua do të thotë ndoshta pak ka qenë gëzim bron, por ka qenë gëzim jo i atë sa kisha dëshirë të ishe dy kombëtarët tona në botëror dhe të bëjnë histori do të thotë Shqipëri Kosovë tjena në botëror bashkërisht, sepse doja do të thotë që tregojnë se ne shqiptarë do të thotë edhe pas shumë aty nevojave shkollore që ne kanë bërë do të thotë dim shumë shpesh do të dalim tregojnë se kena vlera edhe sportive edhe kombëtare do të thotë edhe kulturore. Sidoqë që të jetë mendoj do të thotë që në ndeshje e cila ndoshta është pritur që mund ta fitojnë duke parë do të thotë edhe performancën e lojtarëve tonë për skuadrat e tyre, për cilën do të thotë kanë performuar jashtëzakonisht mirë atje në skuadra dhe mendoj do të thotë kena pas një fat të madh që në gjatë këtij ciklit apo gjatë këtij botërore nuk kena pas dëmtime serioze përveç liderit Ramoni, i cili mendoj që ka qenë do të thotë një handicap i madh për Kosovën sepse po ishte Ramoni tash në ndeshje, nuk do të them do të thotë që do të ishte pak më ndryshe, por mendoj që eksperjenca e lojtarit si Amir Ramoni në këtë lojë vendimtare din ndoshta të komunikojë me skuadrën, sidomos në reportin defanziv, dhe mos psojnë gola çfarë i psuam dje do të thotë ndoshta disa gola të lehta, sidoqë që ti jam të dashur më shumë fitoren, besoj do të thotë edhe ajo dashnia shumë e madhe për të arritur objektivit që të kualifikohemi në botëror, mendoj që edhe rezultojmë me rezultat pozitiv, ku do të thotë mendoj që tash bashkërisht na ndahemi do të thotë me një kufi, mund të them artificial, jo kufi i cili neve na ndon dy popujt apo dy shqiptarë që na bashkërisht do të thotë gjithmonë bashkë, sidoqë që të jetë gjithmonë kur ka qenë Shqipëria, ka qenë krenar gjithmonë në evropian me kombëtarën tonë shqiptare, por tash kemi kombëtarën e Kosovës dhe padyshim që bashkërisht gjithë do të thotë shqiptar kudo që janë do t'i përkrahun këta djem, Allah zotin që ndeshën e play-offit cilin e kena në Prishtinë do të thotë finalen e madhe mund të ta quaj kështu, ata kalojnë atë finalen ndaj Turqisë, një skuadër shumë e fortë, shumë do të jetë e vështirë, por besoj që përkraja nuk do të mungojë. Profesor, Kosova, shqiptarët e Kosovës jo vetëm përfaqësuesen pra e tyre, por kanë furnizuar edhe Shqipërinë. Por ku qëndron forca e këtij ekipi, te grupi, te individët, edhe e gjitha kjo si do përgatitet përballë Turqisë, sepse një kundërshtar jo i lehtë me lojtarë që luajnë me Realin e Madridit, Juventusin dhe ekipe prestigjioze. Por megjithatë faktori fush, ajo që e thatë ju është në krahun e Kosovës. Po mendoj që gjithmonë mendoj që grupi e ka bërë atë Kosovën e madhe që të jetë deri në finalen e madhe për të arritur botërorin. Mendoj që njëjtën fat e kishte Shqipëria do të thotë në kualifikimin në Evropian, por ashtu se kam qenë shumë afër kombëtarës në atë kohë, për shkak kisha duke përfunduar seminarin licencën pro në Shqipëri,
dhe kom qenë ofër edhe me ndim trajnerin edhe diskutojshëm do të thotë ka qenë një grup shumë unifikuar shqiptar, do të thotë kombëtarës tonë shqiptare dhe arritën në objektivit të kualifikohen në Evropian. Mendoj që edhe Kosova ka do të thotë jam shumë të unifikuar mirë në grup i bashkuar, mbi të gjitha dhe një entuziazëm ndoshta ende më i madh, do di që nëse shumë lojtarë që luajnë kombëtare Kosovës tashtë, unë të dikon 70% për tyre kanë dalë nga Liga e Kosovës, kanë dalë nga Lloçi i Kosovës, kanë dalë nga lufta, dhe do të thotë familjet e tyre edhe disa prej tyre pse kem 2 apo 3 lojtarë vetëm që janë 3, ndoshta s'kan përjetuar luftën, po tjerë të gjithë e kanë përjetuar dhe tash motivi shumë i madh do të thotë për dhe po më shumë për kombëtarën, për shtetin tonë, mendoj do të thotë që në kom thonë edhe nëpër mediat kur kam qenë në analizat e ndryshme se tash do të thotë për mendimin tim, kombëtarët tona janë që na përfaqësojnë në mënyrë më të mirë të mos me shtetin tonë, kombëtarë shqiptare e Shqipërisë dhe Kosovës, dhe besoj do të thotë që grupi cilin e ka Kosova do të bashkohen forcat dhe duhet të hallojnë atomin e fundit, duhet të hallojnë 200% në fushë për të kualifikuar, për arsye se dim që kemi kombëtarë si Turqia shumë mirë potencove të meritorë për skada shumë të mëdha, por nuk duhet të fare të them do të thotë se ne nuk kemi një kombëtare meritar të vogël, meritar të majtë, të di që kemë një Aramoric i cili tash është i dyti me gole në një ligë së Shqipëria, pastaj e kena do të thotë Vojvodën, ku është do botat sensacion në kampionatin italian, koma çfarë lojësh po aplikon, pastaj në mesën e lojtarëve kemë do të thotë pam edhe golin realizuar shumë të mirë do të thotë Fesnik Aslani, i cili do të thotë ideal ka rritë vlerë të jashtëzakonshme të madhe, pastaj është një grup unifikues, mendoj që Kosova me pak do të thotë fat në këndeshje, shpresoj që trajneri ka eksperiencën e duhur, duhet të ditë të menaxhoj këtë stat, sepse është një stat e bukur e vështirë për një trajner me menaxhu pjesën psikologjike, por arsye se nuk duhet të kena eufori, por duhet të kena vetëm dashni përfitore, jo eufori, dhe shpresoj të që lojtarët të jenë profesionista bashkë me stafin, da bëjnë punën e tyre, të kualifikohen edhe pse jo bashkërisht ato që potencove ti, tash jena e përkam një kohë do të thotë këna rrugtu do të thotë me një rrugë këna bëtë gjatë për të arë në Shqipëri edhe gjithmonë ka qenë entuziazmi më i madh, edhe besoj do të thotë që tash thash që na do të nuk duhet të kena kësi gjënash, po më prasin në Kosovë, por thonë do të thotë që gjithë pjesa jugore që e quaj kështu do të thotë Shqipërisë do të jenë në Kosovë dhe bashkërisht inshallah do Zoti do të kualifikohemi edhe pse do të ta përkon kombëtarën e Kosovës. Kombëtarën shqiptare, unë le të quaj do të thotë kombëtarja 2 shqiptare, ne na 2 kombëtarë dhe besoj do të thotë kombëtarja mund ta quaj kështu e vogël, do të thotë u kualifikuar dhe por besoj që eksperjenca shumë e madhe e kombëtarës tonë shqiptare ka ndihmuar Kosovën, për ditë do të thotë që gjithmonë marrëdhëniet kanë qenë të jashtëzakonshme në fushën sportive, në fushën performancës të skuadrës tonë, dhe besoj do të thotë kjo ka ndihmuar që Kosova gradualisht pjeket dhe do të thotë ato që potencove të në përvet jam shumë krenar, sepse lojtarë do të qenë kombëtarën shqiptare si Mirlin Daku, lojtarë që punu me ta i kom rrit vetë, pastaj Ilir Kasliçi që është Kosova që po luan, do të thotë Ramoni që është të Kosova, do të thotë besoj që secili do të thotë është i lumtur kur i ka do të thotë lojtarë në përkombëtare duke luajtur, sido që të jetë për ne është një mendoj se një motiv shumë i madh do të thotë për me punu më shumë gjitha troje shqiptare, kombi shqiptare sepse kena talent edhe në gjitha troje shqiptare që ne do të me performu mbi në evropianën e botërore. Profesor, ju i dini më mirë këto punë se ne populli një ditë para ndeshjes jemi gjithë trajner dhe të nesër jemi analist, por tek Turqia, si mendoni që duhet edhe do qaset Kosova, do pres, do sulmoj, pra si e mendoni këtë ndeshje? Unë mendoj që Kosova ndeshje duhet luajë shumë kujdesshëm, duhet të jetë besoj që një kombëtare e cila duhet të të mendoj të reportit defanziv se si do të qaset lojës në këndeshje, por arsye se gabimet mini gabimet e vogla mund t'i quaj në pjesën sportive, nuk do t'i fali kombëtare siç është Turqia, të di që ka do të lojtar të jashtëzakonshëm. Por mendoj që Kosova nuk duhet ta ndrojë filozofinë e lojës cilën ka aplikuar nga
psimin ndeshjes me Zvicrën, kur kena psu me një rezultat të thellë dhe prandaj kom qenë prej aty në trenerëve që kom kritikue Kosovën në atë ndeshje dhe kom thonë që Kosova duhet ndryshoj qasjen nga loja e arshme në vendosjen taktike në fushë, sepse vendosja taktike në fushë e Kosovës nuk në jep komoditetin që ne të sulmojnë shumë skuadrat dhe tregojnë se ne jemi një kombëtare shumë e madhe, por duhet të luajnë meçëm taktikisht për të kualifikuar, për arsye se gjithmonë në për kampionatet evropiane dhe botërore nga njerë nuk duhet të bësh lojën e mirë, por duhet të kualifikosh, të arrish objektivin më kualifiku. Dhe besoj do të thotë që nuk duhet të kërkoj Kosova që të bëj lojë të mirë në Fadil Vokër, të bëj spektakël në Fadil Vokër, por na duhet do të thotë mençur me disa detaje të vogla, dhe besoj që trajneri do të analizoj pikat e dobta të Turqisë ku i ka dhe të jetë shumë i fokusuar te pikat e forta, të mbulojë, të markojë lojtarët e kombëtares turke sepse janë shumë të rrezikshëm në portën ofanziv, por shpresoj do të thotë që kjo ndeshje besoj që ju ka jap edhe mendoj do të thotë pak i ka vedisu do të thotë se si duhet të qasen lojës dhe mos të pranojnë ato gola si pranuam dje, pa marrë parasysh rezultati i cili ishte në futboll nga njerë din si trajner shumë shpesh shumë ka ndodhur ndoshta ndeshje vendimtare kur për 2 minuta e kam shënuar 2 gola dhe kam fituar gjithë ndeshjen. Kur gjithë kanë menduar se ka përfunduar loja, do të thotë që në futboll duhet të jesh i kujdesshëm derisa arbitri të bën pipit dhe të përfundon ndeshjen. Por besoj që Kosova duhet të luajë mençur këtë ndeshje, nuk duhet të luajë në ndoshta në vendosje taktike të ol, por duhet luajë vendosje taktike në mesin e fushës, ta bëjnë një blok në mesin e fushës dhe të pretë ato tranzicionin cilin e ka shumë të mirë, do të thotë pasi i kena do të thotë dyshje të frikshme, pasi do të thotë mendoj që dy lojtarë që po shtatën skemen të lojës taktikisht në skemen që po lun Kosova me 3-5 është Muriqi edhe Fistiku, për arsye se Muriqi është lojtar jashtëzakonshëm në topat në ajër, ndërsa Fistiku është lojtar i cili din të luajë me topin dhe gjithmonë kur lun në këtë skemë të lojës duhet të aplikosh dy lojtarë që njëri prej tyre lufton topat në ajër dhe njëri prej tyre din ndoshta të punojë mirë apo të manevrojë mirë me topin për të zgjedhur rezultatin si se zgjedhë dje do të pa Fistikun dhe me ky bëni gol, por mendoj që Kosova duhet ndoshta të mbrohet Kate Olt, për arsye se kombëtarët të forta nëse i mbrohesh komplet në zonën e Olt në jargon e futbollit mund të nga njëra të rrezikosh dhe të hapësh ndeshjen, por besoj do të thotë që Kosova është shumë e motivuar pas kalimit të play-off dhe besoj do të thotë që këtë finalet mëdha të arrijë objektivit. Profesor, kam dhe diçka të fundit, të lutem, nëse do ishit ju në vendin e tij, por edhe duke gjykuar se jashtëmi, do ishte më mirë që Shqipëria të kishte vazhdimsi, apo pra me Silvinian, apo një nisje të re për një motiv më shumë, sepse nuk në fundit ndoshta nuk ka çfarë jep më shumë se kaq, dhe të motivoj. Unë mendoj që Silvini ka bërë punën e vet për një më të mirë të mundshme deri tash. Por gjithmonë është në një moment ku do të jap diçka për kombëtaren shqiptare apo për një kombëtare tjetër. Dhe vjen një moment kur duhet të mendohet të vjeni frymë re, një entuziazëm i ri, motiv i ri, gjak i ri, komunikim i ri me lojtarë, sepse nga në jargon e futbollit duhet të bëhen ndryshime të tilla, sidomos në kombëtare, mendoj që Silvini ka bërë punën e mirë dhe nuk duhet fare do të thotë në atë aspekte të hezitojnë, por mendoj që ndoshta pak edhe në Evropiane këna vrej do të të kualifikimin e këna kalu, por këna pas vështërsi të shumta, sidomos nga njerë duhet të jesh ma guximtar të vash vendimet guximshme, sepse nga njerë nuk duhet edhe të jesh në të pjesën ndoshta frikacak. Mendoj që vetëm gjë që brejt Silvini për mendimin tim si kolegi tina që jam ka qenë pjesa kur shpeshherë ka luajtur me rezerva, do të thotë formën nuk ka posat guximin që ndoshta ta marrë ka herë edhe bazën e rrezikut që të sulmoj skuadrat më lart, ndoshta edhe ato ka ardhur deri tepsimi dhe besoj do të thotë që është një moment kur mendoj që duhet mendoj Shqipëria të ta kenë selektorë për të ardhmen, për arsye do të thotë pa marrë parasysh që Silvini ka bërë punën e mirë, por mendoj që duhet vjen një frymë e re, të mendohen edhe lojtarët që mund të grumbullohen të kombëtarë shqiptare, që ka mjaftueshëm dhe ka
potencial të mjaftueshëm kombëtarja shqiptare do të thotë që t'jarri objektivit më tutje. Dim do të thotë që pa marrë parasysh përzgjedhjen e bën gjithmonë selektorit të lojtarëve, ai është i cili vendos, ai i cili është merr vendimet, ai i cili merr përgjegjësinë, por kena pas shumë ndeshje të cilat kombëtar lojtarë stall të cilët kanë qenë në formën optimale të skuadrës së tyre, dhe nuk duhet të seko emrat për arsye se nuk është etike, por e kombëtar do të thotë që nuk e ka atë besimin për më futur ndeshje dhe ndoshta edhe me arritë një objektiv më të madh. Sido që tjetë, mendoj që kombëtarja shqiptare ka bërë një punë të mirë, edhe ka një kombëtare të mirë, ka djem fantastik, ka lojtarë të jashtëzakonshëm për top skuadrën evropiane, dhe besoj që lojtarë me shumë shkurt do ta shohim edhe në evropian, por edhe në botror. Me thirrjen që të martën të jemi gjithë atje për të mbështetur çunat tanë, për shkruar historinë, profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën. Të jam mirënjohës shumë për mendimet që ndan me publikun tonë. Faleminderit edhe për ju, faleminderit për gjithë shikuesit e ju, edhe njëri them do të thotë publikisht përmes mediumit juve shpreh keqardhje, do të thotë për humbje ndje, do të thotë të kombëtarës tonë shqiptare, sepse ndoshta gëzimi më i madh kishte me qenë edhe që të jem do të thotë bashkarisht në botror, sido që tjetë kjo është futbolli, duhet ta kuptojnë në një gjë, se ndodhin gjërat e tilla, dhe besoj do të thotë bashkarisht prapë. Për neve e dim që flamuri zemrës tonë është flamuri me Shqiponje, pa marrë parasysh që na kemi edhe flamurin e Kosovës, por ne dim që kena bërë luftën me flamurin tonë kombëtar, prapë kemi bojnë asot flamurin tonë kombëtar, kena flamurin e Kosovës, por për ne është mundësi do të thotë që gjithë bota e din do të thotë që na jemi një këmbë, pa marrë parasysh historisë, pa marrë parasysh gjithë çka ndodh, por jemi një këmbë i cili nuk vdahemi asnjëherë dhe gjithmonë kena ditë të jemi bashkuar në momentet vendimtare dhe besoj që sa herë do të jena bashkë rreth Kosovës. Jemi një dhe unë të falenderoj shumë, profesor. Shumë falenderoj dhe respekt edhe për ty.